Hithra, bima që të djeg, por fshesh shumë më tepër. Kur shohim hithrën në natyrë, zakonisht përpiqemi ta shmangim. Mjafton një prekje dhe menjëherë ndjejmë djegje dhe kruajtje. Por a e dini se pas kësaj bime që shpesh e konsiderojmë thjesht si barë të egër, fshihet një histori shumë interesante? Sot do të flasim për hithrën, një bimë e njohur prej shumë kohësh në traditën popullore dhe në literaturën e bimëve mjekësore. Hithra përmban një numër të madh përbërësish. Në literaturën që po përdorim përmenden taninet, acidi formik, klorofili, karotenoidet, si edhe vitaminat A, B2, C dhe K. Përmenden gjithashtu kripra minerale, ndër të cilat kalium dhe silic, si dhe përbërës të tjerë të bimës. Por le të ndalemi te pyetja që na intereson të gjithëve. Pse hithra të djeg? Kjo veti i atribuohet substancave që gjenden në bimën e freskët dhe që shkaktojnë ndjesinë karakteristike të djegjes dhe kruajtjes. Një veçori interesante është se bima e tharë nuk e ruan të njëjtën mënyrë vetin djegse. Edhe disa përgatitje të bimës së freskët pas ngrohjes e humbin këtë efekt. Pra, ajo që na bën të tërheqim dorën kur prekim hithrën është kryesisht një veçori e bimës së freskët. Hithra është interesante edhe për bërjen e saj ushqyese. Në traditën tonë, hithrat e reja janë përdorur edhe si perime pasi janë të pasura me lëndë ushqyese. Në literaturën tradicionale, hithra është përshkruar edhe për përdorime të ndryshme bimore, ndër të tjera si diuretik i lehtë dhe si bimë ndihmëse në disa shqetësime të rrugëve urinare. Përmenden gjithashtu përdorime tradicionale që lidhen me reumatizmin, mëlçinë dhe tëmthin, por këto janë të dhëna nga literatura tradicionale dhe nuk duhet të merren si zëvendësim për këshillën e mjekut apo si udhëzim për trajtim. Hithra është përdorur tradicionalisht edhe nga jashtë për flokët dhe skalpin, për fshirë kujdesin ndaj spokësit. Një tjetër veçori interesante është se hithra mund të shfrytëzohet për nxjerrjen e klorofilit, një pigment i gjelbër me përdorime të ndryshme. Në literaturën e vjetër përshkruhet edhe përgatitja e hithrës në formë çaji nga bari i thatë. Megjithatë, mënyrat dhe dozat e përshkruara në burimet e vjetra nuk duken ndjekur automatikisht si udhëzime mjekësore. Edhe ruajtja e bimës së tharë përmendet në literaturë, me kush që të mbahet në një vend të thatë dhe të përshtatshëm. Pra, herën tjetër që të shihni hithrën, mos e shikoni vetëm si bimën që ju djeg. Është një bimë me përbërje të pasur, përdorim ushqimor, përdorime tradicionale dhe një histori shumë interesante. Dhe tani dua të di nga ju, a e përdorni hithrën në shtëpinë tuaj? E keni përdorur si perime, si çaj apo thjesht e njihni si bimën që duhet shmangur? Një tjetër arsye pse hithra ka tërhequr vëmendjen e studiuesve është përmbajtja e saj në përbërës me veprim antioksidues. Hithra përmban vitamina, pigmente dhe substanca të ndryshme bimore që kontribuojnë në përbërjen e saj të pasur. Ndër përbërësit që përmenden në literaturë janë karotenoidet, klorofili dhe vitamina të ndryshme. Antioksidantët janë substanca që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimet e shkaktuara nga radikalet e lira. Pikërisht për këtë arsye, hithra është studiuar jo vetëm si bimë tradicionale, por edhe për bërjen e saj ushqyese dhe biologjike. Dhe kjo është një nga gjërat që më pëlqen hithra. Pas pamjes së saj të thjeshtë dhe gjembave të vegjël që na bëjnë të tërheqim dorën, fshihet një bimë me një përbërje shumë të pasur
me vlera ushqyese dhe mjekësore. Pra hithra nuk është vetëm ajo bima që të djeg, është një bimë që njerëzit e kanë përdorur prej brezës si ushqim dhe në traditën bimore, ndërsa sot vazhdon të jetë objekt studimi për përbërësit dhe vetit e saj. A e përdorni hithrën në shtëpinë tuaj? E keni përdorur si perime, si çaj, apo thjesht e njihni si bimën që duhet shmangur? Shkruajeni në komente, sepse është shumë interesante të shohim se si përdoret hithra në zona të ndryshme. Dhe nëse ju pëlqen të zbulojmë bashkë bimët që rriten rreth nesh, qëndroni me mua sepse kemi ende shumë për të zbuluar. Mos harro të shtypësh butonin zile për të mos humbur videon e radhës. Pëlqeje videon dhe ndaje me miqt.